Punëtorët më së shumti lëndohen në industrinë e përpunimit, ndërsa vdesin në sektorin e ndërtimit. Vitin e kaluar nga gjithsej 16 aksidente që kanë përfunduar me vdekje, 9 prej tyre kanë ndodhur në ndërtimtari, njoftohet në studimin mbi sigurinë në punë. Nga sindikata thonë se tashmë bëhen ndryshime ligjore që do ta përmirësojnë situatën në terren. Punëdhënësi është i detyruar gjatë formulimit të deklaratës së sigurisë dhe shëndetit në punë patjetër të kërkojë mendimin e sindikatës apo përfaqësuesit të punëtorëve, ku nuk ka sindikat që të merr pjesë në krijimin e politikës për siguri në punë. Në vitin 2010 ka pasur 625 punëtorë të lënduar, në vitin 2011 786, në vitin 2012 janë lënduar 1446 punëtorë dhe në vitin 2013 në vend pune janë lënduar 1338 persona. Përndryshe, sipas hulumtimit nga Fondacioni Evropian për përmirësimin e jetesës dhe punës, nga 34 vendet analizuara, 27 prej të cilave anëtare të Bashkimit Evropian, Maqedonia së Bashku me Kroacinë, Turqinë, Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi kanë ekspozimin më të lartë ndaj rreziqeve fizike, pothuajse në të gjitha aktivitetet.